së tyre dhe krijimit të kushteve optimale për të mund mos rënë në recesion apo në krizë. Tashmë kjo ka ndikuar dhe një pjesë e mirë e botës është prekur dhe detyrimisht që kanë filluar, vazhdojnë, por jo të gjitha bëhen publike pasi ka disa marrëveshje ose më saktë ka disa kërkesa nga palët, të cilat i kanë paraqitur në maksimumin e mundshëm për të marrë më të mirën për vendin e tyre natyrisht. E në këto kushte kam bindjen që ka edhe problematika të cilat mbase dalja në publik do të dëmtonte misionin dhe objektin për të arritur të mundur që të ulen palët me ndërmjetësim e të diskutojnë për një armë pushim edhe për një marrëveshje paqe, si dhe detyrimisht mundet të realizohet edhe takimi i drejt për drejt mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Unë jam i prirur të besoj dhe të shpresoj që kjo javë do të jetë me zhvillime intensive, por jo në spektrin ushtarak të goditjeve reciproke e të reagimeve, por në spektrin diplomatik të mund të uljes dhe të parafrimit të qëndrimeve, duke lëshuar të dy krahët pak nga kërkesat e tyre që kanë në maksimum ose të maksimalizuara për të mund të realizuar atë çfarë pret e gjithë bota, armë pushimin së pari dhe së dyti marrëveshjen e paqes për të shpëtuar në përgjithësi edhe gjithë bota nga ky ndikim i pashmangshëm. Jam i bindur që në analistët që kanë bërë ekonomistët e fushës, ata kanë përcaktuar që edhe sikur sot të vendoset armë pushimi dhe marrëveshja e paqes, jam i bindur që efektet negative dhe të rritjes së çmimeve në mënyrë drastike nuk do të pushojnë edhe për 6 muaj të tjerë. Zoti Prenga, nga ana tjetër, nëse Irani nuk do të tërhiqet, cili është skenari më i mundshëm që mund do të brenda këtyre orëve? Unë besoj që Pakistani, Egjipti, Turqia dhe vendet të tjera, përfshirë këtu edhe ndikimin e Kombeve të Bashkuara, përfshirë këtu edhe ndikimin e shteteve të fuqishme të tjera, do të bëjnë të mundur që palët të pranojnë uljen me ndërmjetësim dhe diskutimin e kërkesave të tyre. Kjo i intereson edhe Iranit, kjo i intereson Shtetet Bashkuara, i intereson botës demokratike në përgjithësi, për arsye të zgjatjes së madhe, për arsye të dëmeve të kolosale dhe për arsye të një krize e cila mund të vejë sepse mungesa e furnizimit me natë, gaze dhe në produktet e tjera është më e gjata dhe më e ashpra në historinë botërore. Ka ndodhur në vitin 1972 një gjë e përafërt, por jo në këtë shkallë, në këtë nivel, kështu që jam i bindur që gjithë aktorët janë të interesuar, po punojnë fuqishëm, do të ushtrojnë trusni për të mund të arritur një armë pushim së pari dhe për të mundur të bëjnë ulje në tavolinën e bisedimeve me ndërmjetësim për të diskutuar kriteret, kërkesat dhe për të ardhur në një finale që duhet të jetë e shpejt për të shpëtuar jo vetëm Iranin, se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për Iranin, këtu bëhet fjalë për gjithë lindjen e mesme që është e përfshirë në këtë konflikt dhe gjithë bota, më shumë se 80% që është afektuar nga kjo lloj krize. Qartë, Zoti Prenga, nga ana tjetër, kërcënimi për të goditur infrastrukturën kritike iraniane nënkupton një strategji ndoshta që shkon përtej një sulmi simbolik. Në rast të një sulmi, Zoti Prenga, do të shohim ndoshta një operacion të kufizuar apo kemi ndoshta një fushat të gjërë shkatruese nga ana e Shubas? Unë nuk besoj që do të vemi, por për fat keq nëse hipotetikisht mund dhe e kanë në plan që nuk do të arrihet në një mirë kuptim, do thosha me ndërmjetësim për të ulur në tavolinën e bisedimeve, atëherë unë do thosha që do të jetë paralajmëruese për të goditur disa prej tyre, sepse këtë e ka treguar edhe gjatë kësaj periudhe që Shtetet Bashkuara s'kan qenë shumë të angazhuar, po Izraeli nuk ka ndaluar se godituri me raketa në forcat ke pjesa ajrore e mundësisë në territorin iranian. Nuk ka kursyer edhe disa nga këto objekte që ju përmendë pak më parë. Natyrisht që ajo do të jetë pastaj jo që do të jetë genocid
edhe krim lufte, por jam I bindur që do të ketë efekte shkatrimtare, sepse edhe me atë përqindje që tashmë I ka ngel të raketave dhe dronëve të kapaciteteve ushtarake për të vepruar e kundër vepruar nga Irani, jam I bindur që do të përfshi e gjithë lindjen e mesme dhe do të arrijë të godas e të nxjerrë jashtë përdorimit shumë nga infrastruktura kritike dhe jetike e vendeve të tjera që përbëjnë lindjen e mesme, dhe kjo do të jetë relativisht e pa parashikueshme se çfarë mund të ndodhë dhe cilat do të jenë pasojat. Parë në këtë këmbvështrimi, mendoj se të gjithë aktorët, ata që janë të përfshirë dhe ata që nuk janë drejt për së drejti, por kanë efekte dhe në një farë mënyrë duan që të mos përshkallëzohet më tej ky konflikt, kam bindje që do të luftojnë në këtë orë të mbetura, fuqishëm për të bërë të mundur uljen e tyre me ndërmjetësim dhe bisedimet të zhvillohen mbi bazën e kërkesave që kanë paraqitur për të dalë në një finalizim, pasi ata të mund të lëshojnë të dy palët, sepse negociata këtë qëllim ka. Në kur ulesh negociat, vërtet kërkesat I ketë larta, por duke parë edhe kërkesat e palës kundërshtare, mund të vihet në përfundimin që të lirojmë e tolerojmë disa gjëra për të vajtur në një marrëveshje të përbashkët në interes të palëve dhe të gjithë aktorëve të tjerë që janë të përfshirë drejt për së drejti, por edhe të subjekteve dhe vendeve që nuk janë drejt për së drejti përfshirë, por janë të afektuara në mënyrë indirekte. Zoti Prenga, përfshirja e aktorëve këtu si Rusia apo edhe Kina ndoshta mund të ndryshojnë krejtësisht të gjithë balancën e kësaj krize tashmë. Mendoni se ka ndonjë sinjal konkret se këto fushi do të ndërhyjnë apo nga ana tjetër do të qëndrojnë në prapasken? Mendoj se ato do të vazhdojnë të qëndrojnë në prapasken me ndikimet e tyre, deri tani kanë qëndruar në mbështetje të palës iraniane. Këtë e kanë treguar edhe këto 38 ditë operacione zhvillime luftarake mes palëve dhe reagimit nga Irani, krahasuar me operacionet 12 ditore të zhvilluar në qershorin e vitit të kaluar. Por kam bindjen që ka aktorë të tjerë në fushën e diplomacisë që po luajnë fuqishëm edhe me presidentin rus, ashtu edhe me presidentin kinez për të mund të ndikuar drejt për së drejti, pasi ata dihet që ndikimi I tyre me Iranin për shkak të marrëdhënieve që kanë, kam bindjen që do të jetë shumë më I fuqishëm se sa ndikimet e vendeve të tjera, edhe qoftë ato të rajonit, që në një farë mënyrë janë më shumë të përfshira se vendet e tjera që janë më të distancuara apo nuk kanë lidhje të drejt për drejt as me konfliktin, por as me pjesën e naftës dhe gazit që del nga ngushtica e Hormuzit. Ndërkaq, zoti Prenga, ku pritet të godas Irani si një kundërpërgjigje për SBA-n? Do të përqendrohet në xhirin persik apo ndaj aleatëve të SBA-s, apo edhe më gjerë pasi Irani historikisht ka reaguar përmes rrjeteve të tjera rajonale dhe jo gjithmonë drejt për drejt? Në formë të drejt për drejt dhe me goditje direkte, nëse ndodh, atëherë ata do të reagojnë dhe do të kundërveprojnë vetëm në vendet e xhirit dhe të lindjes mesme. Kurse në mënyrë të indirekte dhe me forma të njohura tashmë të luftës hibride, nuk përjashtohet mundësia që mund të bëhen objekt goditje edhe si thosh interesat amerikane në vendet e tjera, pa përjashtuar, do thosha, Evropën, pa përjashtuar dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi proksit e vetë I ka të shpërndar, janë të rekrutuar dhe mund ata të veprojnë në çdo moment, presin vetëm sinjalet. Uroj e shpresoj dhe besoj që të mos vej situata në këtë pikë, po pastaj jam I bindur që do të ketë një zhvillim të paparashikuar nga askush e nuk dim se cilat do të jenë pasojat. Në fakt, zoti Prenga, retorika e përdorur nga vetë presidenti I SBA-s Donald Trump, ku thotë se do ta shkatrojmë brenda një nate, sugjeron një operacion të shpejtë, ndoshta dhe të befasishëm, tipik jo për doktrinën amerikane të goditjeve precize. Sa I përgatitur është zoti Prenga realisht Irani për të përballuar një sulm të tillë të menjëhershëm? Unë mendoj se elementi befasi që është I favorshëm gjithmonë për atë që e përdor, por ky element befasi mendoj që ka 38 ditë që ka rënë, nuk ekziston më dhe nuk është në favorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit.
Pasi Irani tashmë është në goditje, ka marrë masat e nevojshme dhe kam bindjen që ai nuk mund të jetë i përgatitur, askush nuk mund të jetë i përgatitur sado i fuqishëm që të jetë për të ruajtur, për të mbrojtur dhe për të shmangur goditjen e infrastrukturës jetike, siç janë si mund të themi centralet atomike apo centralet energjetike apo sistemet e prodhimit dhe të shpërndarjes së ujit apo infrastrukturë tjetër jetike. Është e pamundur që të mund të realizohet. Te tregoj edhe fakti që sot mbrojtjen ajrore më të mirë në botë ka Izraeli me 5 nivele të ndryshme, por në sulmet që realizoi Irani si kundërveprim, arriti që të depërtojë në këto rrjeta dhe të godas në disa objekte, qofshin këto civile apo ushtarake të Izraelit. Pra këtu jemi përballë faktit që edhe ai vend që ka mbrojtjen më të mirë në botë e kishte të pamundur për të shmangur gjithë arsenalin e goditjeve nga ajri, si të raketave, ashtu edhe të dronëve. Kështu që në këto kushte nuk bëhet fjalë, do thosha unë, që me gjithë masat parapërgatitore që ka marrë prej kohësh Iranit, sepasi në finale e kanë ditur që do të arrijnë në këtë pikë, por jam i bindur që nuk mund të realizojë mbrojtje, pasi është e pamundur që me një kapacitet të tillë siç e tregoi sasia e përfshirë e avionëve në kërkimin, gjetjen dhe marrjen e 2 pilotëve që ranë në territorin iranian, në rrëzimin e F-15-s. Pra ishin rreth 170 mjete fluturuese që u përfshin në aksion 24 orë non-stop për të mund të marrë 2 pilotët që ranë nga avioni në territorin iranian. Pra, kjo mund të realizohet, por kësaj sasie masive të avionëve dhe të goditjeve është e pamundur. Për folur këtu pastaj për avionet strategjik B-1 e B-52 që i ka përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kanë kapacitete të jashtëzakonshme, bëhet fjalë për 2.3 ton një bombë, që mund të hidhet nga lartësi në të cilat nuk ka asnjë lloj mbrojtje kundërajrore, megjithëse mbrojtja kundërajrore e Iranit është dëmtuar në një masë të konsiderueshme, do thonë deri në 86-87%, si edhe sasia e dronëve që hidhen në njësinë e kohës në raport me ditët e para të kundërveprimit të Iranit. Të gjitha këto 38 ditë me goditje të jashtëzakonshme nga Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë dëmtuar, por jo nxjerr jashtë gatishmërie e luftës gjithçka. Pra ka një kapacitet dhe këte kanë treguar edhe reagimet her pas hershme të Iranit ndërmjet raketave dhe dronëve. Drona është krejt më lehtë sepse prodhohen brenda ditës, kurse pjesa e raketave balistike është më e vështirë për të prodhuar dhe mbi të gjitha vendet dhe shtratet e lëshimit të tyre. Gjithsesi, unë shpresoj, besoj dhe kam një bindje të paktën që nuk do të arrihet në këtë pikë. Është tjetër çfarë thot presidenti, pasi përgjithsisht liderit politik nuk mbajnë përgjegjësi për ato që thonë, por e përdorin kryesisht deklaratat për të motivuar edhe për të bërë presion. Pra ai ka këtë mjet e mundësi e përdor për të bërë presionin të fuqishëm dhe sa më lart të ngritur stegën në mënyrë që të imponojë kundërshtarin, në këtë rast Iranin, për të ulur në tavolinën e bisedimeve të cilën e ka objekt. Pasi një pjesë të objektivave të fillestar të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit janë arritur tashmë, siç është për shembull shkatrimi total i marinës iraniane. Goditja e objektivave dhe thamë mbi 85% të kapaciteteve ushtarake, nuk flas për pjesën civile të infrastrukturës kritike, janë nxjerr jashtë luftimit ose janë asgjësuar. Në këto kushte, them që edhe Irani duhet të bëjë një llogari me mendje të ftohtë të kthjellë dhe të mendoj për vendin e vet, sepse edhe me kaq goditje sa është realizuar deri tani, Irani ka qenë në krizë ekonomike edhe para fillimit të konfliktit dhe me dëmet që janë shkaktuar, që janë vërtet kolosale për sa i përket infrastrukturës ushtarake, janë miliarda dhe do të dojë ndoshta një dekadë, edhe nëse përqendrohet fuqishëm tek industria e prodhimit ushtarak, do të dojë shumë kohë, mbase më shumë se një dekadë për të arritur ato çfarë kishte përpara se të fillonte goditja.
E qartë, zoti Prenga, mendoni se kemi të bëjmë ndoshta me një lojë të dyfishta apo negociata të fshehta, pasi kemi një kontrast mes deklaratave kërcënuese të presidentit të SBA-s Donald Trump dhe toni diplomatik të